Qendra për Kulturë dhe Komuna e Gostivarit organizuan manifestim të përbashkët me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit. Ceremonia filloi me një dokumentar dedikuar kësaj feste, përgatitur nga Qendra për Kulturë në bashkëpunim me Televizionin Globi, ku mësimdhënësit Semeat Xhelili, Vafire Stafaj dhe Merita Banjica rrëfejnë sfida dhe punën e tyre ndërbreza. Më pas, me një fjalë rasti, të pranishmit i përshëndeti kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili kërkoi nga institucionet të angazhohen për paga dinjitoze për mësimdhënësit. Sa do të përparon inteligjenca artificiale, as ajo dhe as ndonjë çudi tjetër teknologjike nuk do të mund të zëvendësoj edukimin që jep një zë i ngrohtë, i mbushur plot dije dhe dashuri për jetën. Sot është 7 mars, sot është dita e mësuesve, por nuk mjafton vetëm kjo ditë për të shprehur mirënjohjen dhe respektin ndaj jush. Nga kjo foltore i bëj thirrje çdo institucioni përkatës që të ngrejë të ardhurat tuaja, pasi trajtimi juaj me korrektësi dhe vlerësimi i punës tuaj është garancia e një shteti të shëndosh. Unë për vete jam mjek, por besoj se profesioni më i rëndësishëm në botë është ai i mësuesit. Ne mjekët mund të kujdesemi për një shëndet më të mirë të disa mësuesve, se falë Zotit nuk jeni të gjithë pacient, por pa ju nuk do të dilte asnjë mjek. Tek e fundit, mjekët shpëtojnë jetë, por mësuesit shpëtojnë mendjet. Ju jeni duart e sytë e të ardhmes sonë. Sipas Viktor Hugos, ai që hap derën e një shkolle, mbyll derën e një burgu. Nuk ka fjali më të mirë për të thënë rëndësinë që mësuesit kanë pasur, kanë dhe do të kenë. Gëzuar 7 marsin të gjithëve, gëzuar mësuesve të mi të shtrenjtë, që i dua dhe i kujtoj gjithnjë me dashuri. Programi festiv vazhdoi me artistë të rinj të qytetit, të cilët u kujdesën për argëtimin e të pranishmëve. Ndërkohë, nxënësit e shkollave sollën këngë, valle recitime të ndryshme kushtuar festës së 7 marsit. E veçanta ishte shfaqja e sjellur nga nxënësit e shkollës fillore të fshatit Çaj, në nder të shoqes së tyre Melisës së vogël, e cila humbi betejën para pak kohësh nga një sëmundje e rëndë. Melisa, unë do të vazhdoj të vizatoj diellin tënd me sy dhe buzëqeshje. Melisa, unë do të kërkoj gjithmonë një gjetje me formën zemre. Dhe kur do ta gjej, do ta di që je pranë mesh. Melisa, sa herë të bëj sa ka, do të mendoj për ty. Dhe ta kuptoj që edhe ti po qesh bashkë me ne. Programi u mbyll me nderimin e mësimdhënësve shqiptar të pensionuar këtë vit, të cilët u dekoruan me mirënjohje të ndara nga drejtoresha e Qendrës për Kulturë Faria Dili dhe kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani. Ndërkohë, në hallin e Qendrës për Kulturë u dha një ekspozit me fotografi të mësimdhënësve shqiptar tashmë të ndjerë, të cilët gjithë jetën e tyre u kanë kushtuar edukimit të brezave të rinj.